Bota e gjindëve. Gjindët janë krijuar prej zjarrit dhe para njerëzve. Thot Allahu i lartësuar: ne krijuam njeriun nga balta e argjilit, të zi e të prishur me erë të keqe. E gjinët i krijuam më parë nga zjarri, nga flaka e fortë. Surja Hijr 26-27. Gjinët, sikurse njerëzit, janë të krijuar për të adhuruar vetëm Allahun. Thot Allahu i lartësuar: unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për tjetër, pos që të më adhurojnë. Surja Dariyat 56. Prej gjinëve, sikur prej njerëzve, ka të mirë dhe të këqinj, besimtar dhe jo besimtar. Thot Allahu kur flet për gjinët: është e vërtet se prej nesh ka të mirë, por ka edhe jo aq të mirë, sepse ne kemi qenë në drejtime të ndryshme. Surja Gjin 11. Gjithashtu Zoti thot: është e vërtet se prej nesh ka besimtar, dhe prej nesh ka që janë jashtë rrugës, jo besimtar. E kush pranoi Islamin, të tillët mësojnë rrugën e shpëtimit, ndërsa ata që lëshuan rrugën, ata u bën lëndë e xhehenemit. Surja Gjin 14-15. Gjinët, sikurse njerëzit, martohen, shtohen dhe kanë pasardhës. Thot Allahu i lartësuar: vallë, a në vend timin do ta merrni për mik atë iblisin dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiq tuaj. Sa këmbimi shëmtuar është ai jo besimtarve. Surja Kehf 50. Gjinët mund të marrin forma dhe trajta të ndryshme dhe që kryen akte të çuditshme. Ashtu si te njerëzit, edhe ndër gjindët ka besimtar dhe jo besimtar, ndërsa djajt janë krijesa mohuese kryeneçe. Prandaj dhe do të jenë përjetësisht banor të xhehenemit. Pasues të iblisëve ndër njerëzit janë mëkatarët, të cilët nuk i kryejnë si duhet detyrimet që kanë para Allahut dhe para njerëzve. Pasuesit e iblisëve nga radhët e gjindëve është bërë zakon të thirren shejtan, por sipas Kuranit, me një emër të tillë mund të thirren edhe njerëzit që janë aleat të tyre. Shejtanët i nxisin njerëzit për nga e keqja, i largojnë nga rruga e drejtë, përpiqen t'ju shkaktojnë dëm njerëzve dhe të mos i lënë të qetë. Gjinët, sikurse njerëzit, martohen, shtohen dhe kanë pasardhës. Thot Allahu: vallë, a në vend timin do ta merrni për mik atë iblisin dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiq tuaj. Sa këmbimi shëmtuar është ai jo besimtarve. Surja Kehf 50. Gjinët jetojnë në tokë dhe na shohin neve, por ne nuk kemi mundësinë të shohim ata. Thot Allahu kur flet për iblisin dhe shoqërinë e tij: vërtet ai dhe shoqëria e tij ju shohin juve, ndërsa ju nuk i shihni ata. Surja Araf 27. Gjinët banë në përvendet papastra dhe të fllihura. Thot pejgamberi alayhis salam: vërtet vendet që në to kryhet nevoja janë vende ku qëndrojnë gjinët, e nëse hyn dikush në to le të thotë: kërkoj mbrojtje nga Allahu prej të fëlliqurve, gjinëve meshkuj, dhe të fëlliqurave, gjinëve femra. Dhe gjinët sikurse njerëzit përfundojnë dhe vdesin. Thot Allahu: çdo gjë që është në tokë është e zhdukur. Surja Rahman 26.